Është drejt me që ti më prezent në rrjetet sociale edhe personalisht, kështu. A mendon që po i plotësojmë, apo ka diçka që kështë propozu që stafi dhe familja jonë me ndryshu në rrjetet? Patjetër, na nuk kemi thjesht orar, diskutojmë çdo ditë çka me bo ma mirë për taljen e për ndjekësit tanë, sepse ju detyrohemi audiencës që na ndjek, po çka dështa me shtu, e përmende dhe Sara në fillim që është një pjesë e madhe edhe që na shkruajnë. Ne aty e kemi përgjegjësinë shumë më të madhe mbasi sepse neve njerëzit na besojnë si një adresë referuese për mjekët profesionistët shëndetësor për sëmundjet e tyre dhe jo vetëm për sëmundjet, por edhe për referenca të tjera në praktika sociale, të qoftë edhe për dhunat në familje, kemi pas raste që na kanë shënu. Misioni i familjes gjithmonë ka qenë që me qenë dera parë ku ata trokasin për me zgjidh një hall edhe përmes shërbimit tonë. Ka shumë prej atyre edhe që na shkruajnë një mjek për na duhet për këtë problem, edhe ne i kemi letër njoftimet tona në platformë që më vonë do të flasim edhe për to, por është ideja që nga familja jonë janë promovu edhe shumë profesionistë shëndetësor që sot gëzojnë, le të themi, njohjen nga publiku, njihen nga publiku për shërbimet e tyre profesionale, dhe neve kjo na vjen mirë që ndoshta edhe ato fytyra profesionale, mjekësore, ku kanë qenë të strukura në përvendet të Kosovës, ne i kemi vënë pa, edhe sot gëzojnë njohje nga publiku dhe publiku ka mundësinë që me marrë shërbimet e tyre. Kështu që po m'vjen shumë mirë që në familja jonë edhe mjekët, edhe punëtorët social, edhe ata të shëndetit mendor, po ashtu e shohin si adresë promovuese profesionin e tyre. Ne e dim sa shumë ka bërë familja për shëndetin mendor, për vetëdijsimin edhe fushatat, kampanjat për sëmundje të ndryshme, sepse kampanjat neve nuk na ikin asnjëherë, gjithmonë i fokusohemi në çdo ditë botërore të shënuar nacionale, ne flasim, shkruajmë artikuj për sëmundjet gjetse dhe kemi nderin që çdo qytetar përmes atyre artikujve të mësoj për sëmundjen, por edhe të mësoj adresën ku të shkoj për ta shëruar, ose për ta trajtuar, ose për ta mirëmbajtur, sepse ka edhe sëmundje që janë të pashërueshme fatkeqësisht, por kërkojnë një mirëmbajtje. Mos harroj me theksu, po hyn rolin e juaj tash pak, mos harroj me theksu që familja jonë që nga themelimi deri me tani edhe sa do që të ekzistoj, misione ka pasur gjithmonë vetëdijsimin, edukimin dhe parandalimin. Kjo, unë mendoj që nga gjitha mesazhet që marrin, qoftë nga profesionistët shëndetësor, qoftë nga qytetarët, që të paktën në parandalim kemi kontribuar shumë. Marrim shembull, në sekret mediat punojnë gjatë tetorit për kampanjat vetëdijsuese rreth kancerit të gjirit dhe ndoshta 5 fishohet numri atyre që shkojnë dhe bëjnë check-up dhe mamografi. Familja jonë bën një kampanjë në çdo sëmundje, në çdo datë, në çdo ditë, në çdo muaj, për neve nuk ka një datë të caktuar të punojmë sot për shëndetin mendor. Ne çdo ditë kontribuojmë në këta, edhe unë jam shumë krenare që roli i psikologut është ngrit, që rëndësia e marrjes së terapive psikologjike, shëndeti mendor janë në nivel shumë më të lartë, nuk është turp, nuk është më tabu dhe jo vetëm kjo, kemi kontribuar edhe vazhdojmë të bindemi çdo ditë më shumë që check-upet e analizave të ndryshme që shpesh me bashkëpunimet tona kemi ofruar gratis ose me zbritje, ka ndihmuar shumë qytetarë që nga një bisede jona në studio na kanë shkruar që fal juve e diagnostikova këtë problem. Kjo mu mban me flajt shlirë, po besoj që edhe juve. Edhe çka është më e mira për të mos ta zgjatun, të gjithë klientët, le të themi pacientët që kanë shkuar nëpër klinika private përmes familja jonë gjithmonë klinikat i kanë pas konsiderat me zbritje. Edhe i kanë ofruar zbritje apo edhe shërbime totalisht falas. Kështu që kjo është një e mirë e jona edhe një bashkëpunim ndër institucional, sepse unë e shoh familjen një institucion, por çka më pëlqeu shumë që edhe publiku do të ketë mundësinë pakës më vonë ndoshta me pa, është Diola Dosti e kishte thënë një fjalë në videon që na ka dërguar për 6 vjetor, kishte thënë në fillimet e mia të karrierës, nutricioni unë njoh si mjeksi popullore, faleminderit Saranda që e shtrinë nutricionin si fushë për kujdesin të ushqyerit, dhe realisht kjo është një mision i përmbushur
që jo vetëm Saranda, po e gjithë institucioni, familja jonë, po e thamë që se po më pëlqen, e ka bo. Kështu që sot edhe nutricioni, edhe gjithë shka tjetër, shëndeti mendor, sot flitet shumë lirshëm për çdo problematik të mundshme. Unë kam qenë shumë këmbgulse që mos të komercializohemi dhe të qëndrojmë stoik. Asnjëherë familja jonë nuk punon në clickbait, këto duheni me ditë.